Qysh gjykata ja beson ekzaminimin psikiatrik të Naim Murselit, një instituti i cili po hetohet për keqpërdorime. Ekzaminimi psikiatrik i Naim Murselit është duke u kryer në një prej instituteve më të rëndësishme në Kosovë, për cilin kemi raportuar për shumë skandale në nacionale. Qytetarët me të drejtë janë të dyshuar nëse Instituti i Psikiatrisë Forenzike ka mundësu me i ul vitet e burgimit Naim Murselit. A ka me shpëtu Naim Murseli me një dënim me pak vite burgim, shkaku i një raporti të Institutit të Psikiatrisë Forenzike. Në seancën e fundit që u mbajt në rastin e Naim Murselit për vrasjen e bashkëshortës së tij, Liridona Ademajt, gjykata ka urdhëruar për ekzaminim psikiatrik të Naim Murselit. Ky ekzaminim me urdhër të gjykatës kryhet vetëm në Institutin e Psikiatrisë Forenzike që funksionon në kuadër të ÇKUK-s. Tash opinioni normalisht ka ngrit dyshime nëse Naim Murseli ka më shpëtuar me pak vite burg për një vrasje makabër e cila konsiderohet si një ndër vrasjet më të rënda që kanë ndodhur viteve të fundit në Kosovë. Tutje ka me mundu mja usharu pse Instituti i Psikiatrisë Forenzike nuk ka me rreziku në rastin e Naim Murselit, por ka me tentu edhe mja u shpjegu qytetarëve se çka duhet me ditë rreth këtij instituti. Prej këtij instituti, njerëz që kanë kryer vrasje e vepra të tjera të rënda penale kanë rezultuar që vuajnë prej problemeve mendore, që kanë kryer vrasje në afekt e shumë arsye të tjera që kanë ndikuar në vendimet e gjykatave që me i ul dënimet ndaj tyre. Po çka duhet me ditë për IPFK-n? Ky institut është një ndër institutet më të rëndësishme që funksionon në Kosovë. Disa prej juve keni dëgjuar për këtë institut tash në rastin e Naim Murselit, ndërsa në nacionale kemi raportuar vazhdimisht për dyshimet për keqpërdorime brenda këtij instituti, e që drejtohet nga drejtori Shpend Haxhibeciri. Pas raportimeve që kemi bërë në nacionale, prokuroria themelore në Prishtinë ka nisur edhe hetime rreth dyshimeve që i kemi ngrit për keqpërdorimet që ndodhin brenda këtij instituti. Po pse ka shumë dyshime për këtë institut? Në këtë institut dërgohen për ekzaminime psikiatrike persona që kanë kryer vepra penale të rënda për të cilat parashihet burgim mbi 3 vite burg. Gjykata kur e dënon për shembull një vrasës apo një person tjetër që ka kryer vepër të rëndë penale, e merr parasysh raportin e psikiatrave të këtij instituti. Nëse ky person ka qenë i papërgjithshëm për shembull mendërisht në momentin që ka kryer vrasjen ose një vepër tjetër penale, nëse ka çrregullime mendore ose nëse vuan nga ndonjë sëmundje tjetër mendore, nëse ka kryer vrasjen në afekt e të tjerë. Mbasi i raportit të IPFK-s që e bojnë psikiatrat të IPFK-s, gjykata pastaj e merr vendimin për dënimin ndaj personit. Pra nëse dikush e vret dikën me paramendim, me plan, siç dyshohet që ka ndodhur edhe në rastin e Naim Murselit, i cili po akuzohet se ka planifikuar vrasjen makabre të Liridona Ademajt. Atëherë personat e dyshuar në këtë rast mund të dënohen nga 10 vite burg deri në burgim të përjetshëm. Por nëse ajo vrasje del që ka ndodhur për shembull nën afekt, pa paramendim, dënimi mund të jetë më i ulët se 10 vite. Normalisht kjo s'mund të vlejë në rastin e Naim Murselit, sepse aty nuk po bëhet fjalë për një vrasje nën afekt, por po besoj se po e kuptoni rëndësinë e raportit të Institutit të Psikiatrisë Forenzike. Pra këta tregojnë nëse je stabil mendërisht ose jo në momentin që e ke kryer veprën penale. Tash përmes këtij raporti të IPFK-s, këtij instituti që funksionon në kuadër të ÇKUK-s, personat e dyshuar për vepra penale mund të shpëtojnë 10 vite burgim. Pra ky institut nxjerr raporte që tregojnë për një person nëse është i vetëdijshëm, nëse ka probleme të shëndetit mendor e të tjerë. E bashkë për këto raste ka pas edhe dyshime që në IPFK, në çet institut që jemi këtu e përmend, janë bërë favorizime në disa raste, e në disa raste të tjera jo. Plus ka dyshime që aty janë trajtuar edhe persona që kanë pas varësi nga drogat e që nuk e kanë vendin aty, por që ja kanë mundësuar trajtimin aty shkaku i kushteve më të mira që i kanë pas në këtë institut. Krejt rastësisht, rastësisht, personat që kanë kalu mirë në Institutin e Psikiatrisë Forenzike në shumicën e rasteve kanë qenë persona që vijnë prej familjeve të pasura. Ndoshta kjo është veç rastësi, ndërsa qytetarët e tjerë të thjesht nuk e kanë pas kurrë këtë privilegj që me u trajtu mirë në IPFK. Disa të burgosur në vend që me e kalu burgun edhe me vuj dënimin në burg, janë dërguar për trajtim në Institutin e Psikiatrisë Forenzike të Kosovës me arsyetime të ndryshme, ku prap llogaritet që siguria duhet me qenë tepër e madhe, sepse aty trajtohen persona që paraqesin rrezik edhe për të tjerët nëse janë në liri. Por në të kaluarën ka pas edhe raste që janë largu prej IPFK-s, pra persona të dënuar që kanë duke u trajtuar në IPFK janë largu prej oborrit të Institutit Psikiatrisë Forenzike pa i vrejt askush, pa e dit as policia, e se kush e ka mundsu largimin e këtyre personave, tash kjo po hetohet nga prokuroria. Po çka presone personalisht në rastin e Naim Murselit, i cili po ekzaminohet në këtë institut, bazuar në raportimet që i kemi bërë deri më tani në nacionale. Naim Murseli ka më qëndruar për disa
disa javë në Institutin e Psikiatrisë Forenzike, ku do të ekzaminohet nga 3 psikiatra, që më sa kemi marrë vesh Komisioni i Psikiatrave përbëhet prej drejtorit Shpend Haxhi Besiri, Blerina Hoza Xhuraj dhe Ajet Bunjaku, të 3 psikiatra me profesion. Këta 3 psikiatra kanë qenë treshja famshme në rastin e logopedit Ilyas Afazliu, që e kemi raportuar në Nacionale, i cili u pa dyshu për një rast ku në një audiencizim ishte dëgjuar duke përdorur fjalë banale, duke i bërtit edhe duke ofendu një paciente të mitur që në atë kohë ka qenë vetëm 4 vjeçare. Këta 3 psikiatra nuk e patën taku kur fizikisht 4 vjeçaren e dëmtuar në këtë rast. Pra në rastin e Ilyas Afazliut, po e patën nxjerrë një raport skandaloz duke u bazu vetëm në audiencizim. Pra e kanë marrë audiencizimin që ja ka dhënë gjykata, e kanë dëgju edhe në bazë të saj kanë rënë në konkludim që 4 vjeçares nuk i është përkeqësuar gjendja shëndetësore nga fjalët edhe sjellja e logopedit të njohur. Në bazë të atij raporti skandaloz, gjykata në Gjilan e patliru prej gjitha akuzave logopedin Ilyas Afazliu edhe i njëjti sot vazhdon me ushtru ende detyrën e tij. Pra që kjo është fuqia e raportit të IPFK-s. Pasi pa ta raportu për këtë raport skandaloz, u patën organizu edhe protesta dhe tash rasti gjendet në gjykatën e apelit. Tash qita 3 psikiatra, sipas mendimit tim, nuk kanë me rreziku me dal keq para publikut dhe opinionit të gjerë në rastin Naim Murselit. Krejt opinioni i ka sy tek Instituti i Psikiatrisë Forenzike dhe qysh ka me dalë raporti i tyre për gjendjen mendore të Naim Murselit. Edhe të njëjtit nuk kanë me guxu me rreziku me dalë me një raport skandaloz tjetër para gjykatës. Përmes raportit të Naim Murselit, unë dyshoj që Instituti i Psikiatrisë Forenzike besoj që ka me provu me pastru imazhin e tyre në opinion e me tregu që janë të mirë para publikut. Por mos harroni që qytetarët janë duke përcjellë rastin e Naim Murselit, ama në IPFK në qëtë institut janë trajtu qindra Naim Mursela të tjerë për të cilët opinioni kur nuk ka dëgju për ta. Unë e kam thënë edhe më herët, ky institut është kthy në një institut të kriminalizuar që ka kry favore, që dyshohet që ka kry favore për persona të ndryshëm. Edhe këto raste tashmë është duke i trajtu prokuroria. Krejt këto kemi me i diskutu edhe në ditët në vazhdim që qytetarët me kuptu saktësisht çysh funksionon krimi me letra në Kosovë.